Unë realisht nuk e di se kush janë anëtarët e parlamentit studentor dhe mendoj se përfaqësimi fillon nga votimet dhe ne nuk kemi marrë parasysh, nuk kemi votuar. Jemi në Universitetin e Tetovës ku thuhet se ka një parlament studentor që mbron interesin dhe të drejtat e studentëve. Ne paguajmë taksa çdo vit për këtë parlament. Mirë, ai kemi votuar ne, kryesinë e cila qëndron mbi parlamentin studentor dhe janë ndihen studentët të përfaqësuar nga njëjti. Le të dëgjojmë zërin e tyre. Gati jam 3 vite pjesë e Universitetit të Tetavës si student dhe nuk kam qenë as pak as edhe informuar, as e kam bërë edhe tentativë për të na informuar. Kam qenë informuar vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale. Po mirë si student tani që më është zgjedhur, domethënë është vetë zgjedhur kryetari. A ndjeni të përfaqësuar ju si student? Jo, ne nuk ndjemi as pak të përfaqësuar. Ju kam pyetur ndonjëherë problematika që i keni? Jo. Asnjë. Kanë ardhur ndonjëherë t'ju pyesin për problematika që mund të keni ju si student? Jo. Jo, nuk kam qenë pjesë. Nuk kam qenë pjesë e votimeve, nuk ka pas asnjë njoftim. Nuk kam ditë bile që ka. E dini kush është tash kryetari? Jo, ide. Nuk e dini. Jo. Gjithsesi pas kryetarit ka një vit që ai është zgjedhur kryetar, studentët ende nuk e dinë se kush është kryetari. Ne nuk e dim as kush është kryetari, që me qenë pjesë kur nuk është transparent as parlamenti studentor, prej neve studentëve nuk pritet asgjë. Jo, për fat keq nuk na është dhënë mundësi. Ne si vitet e para që jemi nuk ndjemi as pak të përfaqësuar sepse nuk ka pasur as pyetje për na bërë dhe nuk kemi pasur as zgjedhje se çfarë duhet zgjedhjem. Prandaj nuk ka pasur as ndonjë mbledhje ku ja pyetur. As mbledhje, as kërkesat e tona për orët apo për rregullshmërinë e profesorëve e të tjerë. S'ka pasur tentativë për t'ju ndihmuar. Jo, as pak. Jo, do me thënë nuk kam qenë pjesë edhe nuk e besoj, nuk jam përfshi studentët. Përgjithësi, jo vetëm unë, po shumica. Pas deklaratave që për mua janë shokuese të studentëve, do të qëndrojmë këtij rasti deri në fund dhe do të kërkojmë drejtësi për studentët.